Kemi me gocat e vallëve. E kemi parasysh që kemi qenë në Prizren, një dasëm me qift kursian, kanë shkëlqyer këto gocat, po është shumë e rëndësishme që sot ishte dasëm në dimër pranveror. Okej, Teja, pra dimër pranveror ishte sot. Sot shisa borë ka këtu, pra është rasti rrallë, po rast ciklik. Tani shikoj që do më ju shpigu. Kanë kalu plakat e prillit. Pra ditë e parë, dhe pse janë quajtur plakat e prillit? Ka një legjend tillë që lidhet me një plak Maqedoninë e Veriut, që kishte shkel delet në mars, ishte kohë ngrohtë dhe thot, tani dimër shkofshin gjallë, dëgjoni më pak. Ita, duhet ta mësojmë se ta. Dhe thot kështu, në moment Marsi i kërkon shkurtit dhe i thot, o shkurt, o im vlla, më jep një ditë kua, ta ngri plakën me gjithçka. Edhe ç'a bën? Ngri plakën edhe delet. Da është një shkënd atje, që ka te, madje ka dhe dy krojna që dalin si lokët e plakës. Tani kjo është legjenda, por du me thënë diçka tjetër. Gjithmonë, të paktën farë tonë ka pasën kështu, që me rujt një cung, ose një kërcun, me rujt në kur ti mendon që ka arë pranvera, me rujt deri në Shëngjergj. Shëngjergj i vjen nga prilli në kufime me majnë, që do thot, dimri stopohet një herë e mirë, është një festë, është e vetmja festë Shëngjergji që është multikulturore dhe përfshin katolik, musliman, ortodoks. Okej? Pra, ta kuptoni këtë gjë dhe i herë, se kur vjen prilli, mos mendoni me heq to qeligjet edhe gjërat e trashën kështu, sepse kjo ditë është një ditë dhe këtë ditë paka shumë janë ditë recidive, pra kjo është një gjë recidive meteorologjike. Po tani shpjegohet edhe shkencërisht. A e mësut i zotre? Po. Se ik tani, bravo. Hadi gjika. Merë shqiptarit. Mas të mëzëve. Ata lishe sa pja fruki? Ha? Sa bëjnë?